Përshëndetje, po ndiqni faqe 4, unë jam Jeta Kasemi. Unë jam Sali Doçi, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Do të ndalemi tani më gjërësisht në zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Gazetari amerikan Jeffrey Goldberg, që zbuloi komunikimet e zyrtarëve të lartë amerikan në aplikacionin Signal, ka deklaruar se ato përmbajnë informacione të klasifikuara. Ai shprehet me shqetësim sa i përket sulmeve që administrata Trump bën ndaj gazetarëve sa herë të fundit i kapin ato në gabim. Goldberg thotë se Trump ndërkohë duhet korrigjojë gabimet në administratën e tij. Nga ana tjetër, presidenti amerikan ka deklaruar se gjithçka që po ndodh është thjesht një gjueti i shtrigash. Kryeredaktori i The Atlantic Jeffrey Goldberg në një intervistë për BBC ka rrëfyer se ai nuk është i shqetësuar nga sulmet që administrata republikane Donald Trump po bën ndaj tij. Goldberg u shpreh se ai mendon se të gjithë informacionet që sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth dha në sinjal mbi sulmet ndaj rebelëve Houthi ishin informacionet klasifikuara, ndërsa shtoi se më mirë se sa të merrej me të, administrata Trump duhet të punojë për të rregulluar dhe për të mos përsëritur gabimin që bën. Nga të gjitha këtë gjëra dua të them se përse ata më futën mua në këtë grup komunikimi. Çfarë po ndodh këtu? Ju më ftoni në një grup dhe pastaj më sulmoni? Ata thonë gjithmonë gjëra të tilla në fakt. Për mua ka vite që e bëjnë diçka të tillë, por e kanë bërë edhe me kolegët e mi. Strategjia e tyre është të sulmojnë gazetarët. Ata duhet merren me problemet e tyre. Në shtëpinë e parë qarkullojnë fjalë tashmë se të gjithë mendojnë se Mike Waltz është një idiot. Ka shumë njerëz në sistemin e sigurisë kombëtare që thjesht nuk mund ta besojnë që celulari i tij ishte kaq i pambrojtur. Kryeredaktori i The Atlantic hodhi poshtë pretendimet e bëra nga këshilltari i sigurisë kombëtare Michael Waltz, që tha se ai nuk e kishte takuar kurrë atë. Jeffrey Goldberg u shpreh se ai e kishte takuar disa herë këshilltarin e sigurisë kombëtare. Megjithëse në intervistën e tij për BBC, ai tha se nuk do të jepte më shumë detaje. Ndërkohë që Goldberg foli për BBC, presidenti amerikan Donald Trump vjoi të mbronte ekipin e tij, duke thënë se gjithçka që po ndodh është një gjueti i shtrigash. Kur u pyet nëse në këtë grup ishin diskutuar informacione klasifikuar, Trump u shpreh se nuk di të thotë diçka të tillë. Kjo është e gjitha një gjueti i shtrigash. Ajo çfarë ne bën ndaj rebelëve Houthi ishte e shkëlqyer. Sa i përket informacioneve të klasifikuara në atë bisedë, po unë nuk e di, nuk jam i sigurt. Duhet të pyeten njerëzit e përfshirë në këto biseda. Administrata e Donald Trump ka mohuar se në skandalin që përfshiu zyrtarët e saj të lartë për shkak të komunikimeve në sinjal kishte rrjedhje të informacioneve të klasifikuara. Megjithatë, mesazhet e publikuara nga The Atlantic kanë treguar të kundërtën. Përdorimi i një aplikacioni komercial në komunikime që përmbajnë informacione të sigurisë kombëtare është një shkelje e ligjit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sinjal nuk është një aplikacion i miratuar nga autoritetet federale për shpërndarjen e informacioneve sensitive. Në këtë aplikacion, përdoruesit mund të zgjedhin që mesazhet e tyre të zhduken në çdo kohë dhe të jenë të disponueshme maksimumi deri në 4 javë. Kjo specifik e tillë shkel 2 ligje federale që kërkojnë ruajtjen e të dhënave të qeverisë, aktin e regjistrimeve presidenciale dhe aktin federal të regjistrimeve. Bashkimi Evropian nuk do të heqë sanksionet kundër Rusisë. Në një samit në mbështetje të Kievit, liderët evropianë janë dakord që të vijojnë me presionin ekonomik ndaj Rusisë. Sapo të arrihet marrëveshja e paqes, presidenti francez njoftoi vendosjen e një force sigurie në Ukrainë, e cila do të veprojë si garanci sigurie pavarësisht nëse ka apo jo mbështetjen e Amerikës. Kjo forcë është në një fazë planifikimi, por nuk do të zëvendësojë trupat paqëruajtës. Liderët europianë u mblodhën këtë të njëjtë në Paris në një samit në mbështetje të Ukrainës, ku i pranishëm ishte edhe presidenti Volodymyr Zelensky. Në samit u ra dakord se nuk është koha për të hequr sanksione ndaj Rusisë, pasi Kremlini e vendosi këtë si kusht për një armpushim në detin e Zi. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se koalicioni i vullnetit që përkrau Ukrainën synon që të mbajnë në presion ekonominë ruse. Nuk mund të ketë heqje të sanksioneve përpara se të vendoset paqja, tha Macron. Presidenti francez njoftoi edhe se një forcë sigurie në Ukrainë që do të veprojë si garanci sigurie do të vendoset një ditë pasi të arrihet marrëveshja e paqes. Termi është i ndryshëm nga forca paqëruese që është diskutuar deri tani. Kjo forcë është në një fazë planifikimi, por nuk do të zvendësojë trupat paqëruese. Edhe kryeministri britanik Keir Starmer tha se nuk është koha për të hequr sanksione ndaj Rusisë. Ai theksoi se Europa po mobilizohet në një shkallë që nuk është parë ndonjëherë. Starmer tha se Shtetet e Bashkuara janë të nevojshme për një arritje të armpushimit, por nuk dha asnjë koment për mesazhet që u zbuluan nga grupi amerikan në Signal, ku zyrtarë të lartë amerikan shprehin përbuzje për Europën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha gjithashtu se sanksionet ndaj Rusisë nuk duhet hiqen, pasi sipas tij është i qartë që Moska nuk e do paqen.
Europianët dhe Kanadaja reaguan me shqetësim pas vendimit të Donald Trump për tarifa ndaj vendeve që eksportojnë makina drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ursula von der Leyen e cilësoi një vendim shumë të dëmshëm dhe tha se do të nisin negociatat me Donald Trump. Berlini, që ka një industri të gjerë automjetesh, bëri thirrje për reagim të ashpër ndaj presidentit amerikan. Edhe kryeministri kanadez tha se po shqyrtohen masa të ashpra si kundërpërgjigje. Qeveritë nga Ottawa në Paris kanë kërcënuar me masa hakmarrëse ndaj Shteteve të Bashkuara këtë të njëjtë pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se duke nisur nga 2 prilli do ketë një tarifë prej 25% për makinat e importuara në këtë vend. Tarifat janë një goditje e rëndë për Europën në një moment kur marrëdhëniet me Washingtonin janë përkeqësuar për çështje si lufta në Ukrainë dhe investimet e mbrojtjes në NATO, ku SBA ka qenë garantuesi kryesor i sigurisë europiane. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e cilësoi vendimin si të dëmshëm për bizneset edhe më keq për konsumatorët, ndërsa shtoi se Unioni 27 antarësh do kërkojë zgjidhje të negociuar. Kryeministri kanadez i quajti tarifat një sulm të drejtë për drejtë dhe tha se po shqyrtohen masa hakmarrëse. Ne do mbrojmë punëtorët tanë, kompanitë tona dhe vendin tonë dhe do ta bëjmë këtë së bashku, deklaroi Carney në një konferencë shtypi në Ottawa. Me miliarda euro të zhdukura nga aksionet e industrisë gjermane të automobilave, ministri i ekonomisë së Gjermanisë bëri thirrje për një përgjigje të ashpër. Ajo që ka rëndësi tani është që të kemi një qendrim të fortë ndaj këtyra tarifave nga BE-ja. Duhet të jetë qartë se nuk do ta pranojmë këtë paraguar, tha ai në një deklaratë, duke shtuar se Bashkimi Evropian duhet kërkojë një zgjidhje të negociuar. Duke reflektuar shqetësimin në ekonominë më të madhe të Europës, ku prodhuesit e makinave po përballen me kosto të larta dhe konkurrencë të ashpër, kreu i shoqatës gjermane të industrisë automjeteve tha se tarifat janë një sinjal fatal për tregtinë globale. Ministri francez i financave deklaroi se tarifat e anoncuara nga Trump janë një lajm shumë i keq, ndërsa shtoi se zgjidhja vetme është që Bashkimi Evropian të rriste tarifat e saj. Britania, e cila po lufton për të rritur ekonominë, po përpiqet sigurojë një përjashtim nga tarifat, por gjithashtu kërcënoi se do rishikojë subvencionet për kompaninë Tesla të Elon Musk. Ministria e Jashtme e Kinës tha se qasja e SBA-s shkel rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë, minon sistemin tregtar multilateral dhe nuk ndihmon në zgjidhjen e problemeve të saj. Japonia, një ndër prodhuesit më të mëdhenj në botë automjeteve, tha se po peshon mirë opsionet për t'u kundërpërgjigjur masave tarifore të Trump. Shtetet e Bashkuara të Amerikës importuan 474 miliard dollar automjete në 2024, duke përfshirë makina pasagjerësh me vlerë 220 miliard dollar. Meksika, Japonia, Korea e Jugut, Kanadaja dhe Gjermania, të gjitha aleatët të ngushta të Shteteve të Bashkuara, ishin furnizuesit e saj më të mëdhaja. Se 7 viktima, bilanci i zjarreve më të rënda në historinë e Koresë së Jugut. Erëra të forta dhe thatësira kanë favorizuar përhapjen e flakëve, ndërsa mijëra banorë kanë lënë shtëpitë e tyre për të shpëtuar zjarreve. Zjarrfikësit po garojnë me kohën për të shpëtuar njerëzit dhe objektet e lashta nga zjarret më të mëdha në historinë e Koresë së Jugut, të cilat kanë vrarë të paktën 27 njerëz deri më tani. Shumica e viktimave ishin persona me moshë 60 deri në 70 vjeç, thonë zyrtarë lokal. Dhjetra mijëra persona janë zhvendosur gjithashtu nga flakët, të cilat filluan në juglindje në 21 mars. Dëshmitarët okular përshkruan skena apokaliptike teksa zjarret përfshin shtëpitë. Autoritetet besojnë se vetë njerëzit mund të kenë shkaktuar flakët e para, por erat e forta dhe toka e thatë i lejuan ato të përhapeshin shpejt. Erat gjithashtu e bëjnë të rrezikshëm funksionimin e helikopterëve për shuarin e flakëve. Njëri prej tyre u rrëzdua ndërsa po luftonte zjarret të martën. Zjarret kanë ndjekur një tempull 1300 vjeçar në qytetin Wiseong dhe po kërcënojnë vende të tjera kulturore në Korenë e Jugut. Mirë, do të diskutojmë tani për rënien në kurth të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në telefonatën e cila në fakt u bë nga 2 komedianët rus, cilët janë të njohur që kanë vënë në kurth edhe lider të tjerë europian, por me sa duket Albin Kurti e lëshoi gojën totalisht, apo jo Jeta? E vërtet, edhe e hapi thesin e të gjitha mendimeve të tij më personale për sa i përket çështje shumë të rëndësishme të politikave të jashtme, por edhe të brendshme. Në fakt, në këtë video të postuar në Rumble nga 2 komedianë rus, të cilat nuk lejohen në platformën YouTube, por që në fakt kanë vendosur në Gratsk edhe politikanë të tjerë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nxori në pa dështimin e tij si diplomat, por edhe dështimin e kabinetit të tij për të filtruar personat të cilët komunikojnë me udhëheqësin e vendit, sepse në një reagim të kryeministrisë nga zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu, ata justifikohen me faktin se ishte 2 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare dhe Albin Kurti po merrte mesazhe dhe telefonata turuese të zyrtarëve ndërkombëtar, edhe pretendonte se po fliste me presidentin e Letonisë, që po e uronte në fakt për fitoren e vetvendosjes, por nuk ishte presidenti
presidenti i Letonisë. Ishin pikërisht ta dy komedianë rusë, njëri prej cilëve Vovan dhe Lexus, njëri prej cilëve kishte vendosur që të hiqej, të shtirej sigurisht presidenti i Letonisë dhe ndër të tjera, duket se Albin Kurti nuk është treguar as pak i kujdesshëm për të folur për politikat e jashtme dhe për të shënjestruar të dërguarin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ish emisarin Richard Grenell. Në fakt do doja që të shpreja eksaktësisht se çfarë ka thënë Albin Kurti kur është pyetur nga një nga komedianët, çfarë mendoni për zgjedhjet e fundit në Amerikë dhe çfarë keni për të thënë për ambasadorin special Grenell që aktualisht është vendosur në krye edhe të misioneve të veçanta nga administrata e Trump, pra nga Donald Trump. Drejton dhe qendrën Kennedy aktualisht. Kurti thot, gjatë këtyre viteve kundër meje, 4 viteve kundër meje, ai ishte instrumental në rrëzimin e qeverisime për herë të parë në vitin 2020. Unë isha e vetmja qeveri që u rrëzua gjatë pandemisë. Ai është i rreshtuar me opozitën, ka marrë nderim të rëndësishëm në Beograd për punën e tij si diplomat. Nuk është mirë të marrësh një nderim të tillë nga një vend autoritar dhe të pretendosh je neutral. Gjithashtu, Kurti thot, ai ka një punë të re tani te Kennedy Institution apo Kennedy Center. E drejton atë në Shtetet e Bashkuara ku duhet të bëj pakt me vlerat amerikane. Presidenti Trump e vendosi atë kundër komunitetit LGBT. E kuptoni çfarë po them. Richard Grenell është vetë gay. Kjo ka qenë deklarata e Albin Kurtit, i cili ka gjetur hapësirën totale për të folur me një zyrtar ndërkombëtar si presidenti i Letonisë mbi jetën personale të Richard Grenell dhe për fatin e tij të keq u vendos në siklet nga komediani rus, sepse Albin Kurti nuk e dinte që presidenti i Letonisë është i pari në detyrë që është shpallur hapur homoseksual. E në fakt ai gjithashtu ka insinuar se Richard Grenell do të punojë në Kennedy Center kundër komunitetit LGBT, duke qenë se ai vetë është homoseksual dhe gjithashtu ka shprehur me atë që kupton Albin Kurti se do të jetë në një linjë me Donald Trump dhe sipas tij Donald Trump sulmon dhe dëshiron që të pastrojë të gjitha qendrat nga komuniteti LGBT. E në fakt kujtojmë se përgjatë betimit të tij, por edhe nëpërmjet urdhërave ekzekutiv, presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur vetëm 2 gjinin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në asnjë moment nuk ka shprehur, le themi, haptazi kundër personazhe homofobike ndaj personave LGBT. Nuk është shprehur homofob apo se persona të cilët janë në krye, le themi, të institucioneve të ndryshme të cilët janë homoseksual, por në fakt ai ka shprehur qëndrimet e tij për sa i përket transgjenorëve, apo jo Sali? E vërtet, ka shprehur qëndrimin kryesor dhe parësor që nuk mund të ketë banjët veçanta për ta, pra banjët e femrave do të jenë banjët e femrave dhe banjët e meshkujve do të jenë banjët e meshkujve, nuk ka lejuar 2 gjinin sigurisht në dokumentet zyrtare, është një proces i cili nuk lejohet më në asnjë aplikim për rinovim pasaporte, apo qoftë edhe në pasaportat aktuale për të kryer procedura të ndryshme, diçka të cilën e kishte bërë të qartë, nuk ka lejuar që tranzitorët të jenë pjesë e ushtrisë, apo qoftë edhe institucioneve ushtarake të vendit. Por nuk ka folur për Kennedy Center, ndërkohë që sipas Albin Kurtit, një person i cili është në drejtim të Kennedy Center dhe mund të jetë haptazi i shpallur pjesë e komunitetit LGBT del kundër komunitetit që përfaqëson edhe shkon në linjë me disa vlera të supozuara të presidentit amerikan Donald Trump. Por në fakt kjo telefonat reng që Albin Kurti në fakt e ka totalisht përtypur edhe e ka pranuar tashmë se kishte rënë prej tyre, është komentuar nga shumë njerëz apo jo? Në vërtet, ka pasur reagime edhe në vend. Tallja me Albin Kurti nga 2 komedianët rus është bërë virale në Kosovë. Mira postime komentojnë deklaratat e Kurtit, sidomos ato kundër Grenell dhe amerikanëve. Eksponentë të opozitës në Kosovë reaguan pas videos së Albin Kurtit që ranë në Gradskën rus. Lumira Dyxhiku i LDK tallet me një video duke vënë duart në kokë, por nga Partia Demokratike e Kosovës, Vlora Çitaku tha se më shqetësuese është përmbajtja e deklaratave të kryeministrit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka rënë pre 2 komedianëve rus të njohur si Vovan dhe Lexus, duke menduar se po komunikonte në telefon me presidentin e Letonisë. Kjo nxiti reagime të shumta në Kosovë, ndërkohë që qeveria e cilësoi si incident fatkeq. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, reagoi me një video teksa duke e dëgjuar tund dhe i bie kokës. Ndërkaq, sekretarja e përgjithshme e PDK-s, Vlora Çitaku, ka thënë se rënja në Gradsk nuk është pjesa më e turpshme, por se e turpshme dhe
skandaloze është përmbajtja e asaj bisede duke theksuar pjesën ku Kurti flet për opozitën, mediat, bizneset dhe administratën e re amerikane. E gjithë biseda nxjerr në pa një nivel shqetësues sipërfaqësor dhe të paditur në trajtimin e çështjeve të politikës së jashtme, ka thënë ndër të tjera Çitaku. Mendoja që diplomacia e Kurtit është inekzistente, pas kam qenë gabim qenka e neveritshme. Kështu shpreh Doar Sakica-Xhelli, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, referuar mashtrimit që u bë kreu të qeverisë së Kosovës. Përveç reagimeve të shumta në Kosovë, lajmi mori dhënë. Për grackën ndaj Kurtit kanë shkruar edhe media të njohura ndërkombëtare. Media e mirënjohur Associated Press, duke cituar zyrën e kryeministrit, transmeton justifikimin e kabinetit të kreut të qeverisë, që Kurti ka pasur shumë telefonata në rastin e fitores së zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe se e ka pasur të pamundur që të verifikojnë çdo detaj në çdo telefonat. Associated Press tregon edhe për mbajtjen e bisedës, duke thënë se është folur edhe për Serbinë e Rusin. Edhe Washington Post ka raportuar për Kurthin, në të cilën ra kryeministri Albin Kurti. Po ashtu përmendet edhe fakti që akoma nuk janë certifikuar rezultatet zgjedhore dhe që presidentja e Kosovës do t'i kërkojë Kurtit të fillojë përpjekjen për formimin e qeverisë. Nuk kanë munguar as reagimet nga gazetarët në Kosovë. Më të forta ishin reagimet e gazetarit Liri Mehmetaj, i cili ka kritikuar jo vetëm përmbajtjen e bisedës, por edhe mënyrën e komunikimit me presidentin kombëtar në Bosnjë. Mirë, jemi rikthyer në faqe 4 për të parë të tjera zhvillime interesante, të cilat janë bërë gjithësisht virale në rrjetet sociale. Do të flasim tani më për dy herë ish kryeministrin i Italisë dhe ish presidentin e Komisionit Evropian, Romano Prodi, i cili ka dhuruar një spektakël ose një skenë të pakëndshme përgjatë promovimit të librit të tij, pikërisht përgjatë të shtunës. Në fakt, kur është pyetur nga një gazetare se çfarë mendon për shfuqizimin e pronës private si një degradë që ishte bërë më parë nga ai, ka reaguar në mënyrë të ashpër dhe i ka shkulur flokët gazetares duke thënë kur drejqin e kam thënë unë diçka të tillë. Dua të ndjekim pak pamjet mendimin e regjisë për të kuptuar edhe momentet e tensionuara që janë bërë menjëherë virale në rrjet. Lo so benissimo, signora, credo non sono mica un bambino, sa. È un passaggio del manifesto del 23. Ndodhur në 41-shin ato fjalë, thot Romano Prodi, i cili është gjithashtu dhe ish presidenti i Komisionit Evropian. Nuk e shprehur se në atë kohë atë më duhej që të thoja një pasazh nga manifesti i Ventotene. Gazetarja Lavinia Orefici tha se u ndje e poshtëruar edhe se presidenti Prodi u përgjigj me një ton agresiv dhe friksues, më kapi tufën e flokëve dhe i tërhoqi ishte tronditse për mua. Përpasoj Romano Prodi ka bërë një kërkesë falje, duke thënë se ishte një moment që është e drejta e gjithë secilit, pavarësisht çfarë roli ka luajtur në jetë, që të pretendojë të mbrojë historinë dhe nderin e tij, duke referuar kështu faktit se i shpjegoi gazetarës se fashistët do të vinin dhe ta vrisnin në rast se nuk vepronte në mënyrë të kundërt ai dhe familja e tij, dhe ka kërkuar ndjesë për incidentin i cili u shkaktua. Ai tha se është pikërisht momenti për të reflektuar, bëra një gabim edhe kuptoj. Por, nga ana tjetër, shumë komentues të botës virtuale kanë cilësuar gabim postimin e komisioneres europiane për përgatitjen dhe menaxhimin e krizave. Flasim për Hadja Lahbibi, e cila ka zgjedhur që të postoj një video tutorial, pra një video shpjeguese, se cilat do të ishin gjërat më të nevojshme për të marrë, për të mbjetuar për 72 orë në rast të ndonjë krize e cila mund të jetë fatkesi natyrore, por mund të jetë edhe një sulm ushtarak apo pushtim ushtarak, duke rezultuar në komentet e shumë europianëve, por jo vetëm, të cilët pyesin pse duhet përgatitemi për një luftë. Është një video më pak ku Hadja Lahbibi shpjegon se do të ishte mirë që të merrnin një çantë të përshkrueshme nga uji, të merrnin ujë me vete, të merrnin ushqime të konservuara, të merrnin mjete të cilat të ndriçojnë në rast të një errësire totale, të merrnin edhe një thik zviceriane dhe disa, le të themi, sende të tjera që do të hyrin mjaft në punë për gjatë 72 orëshit në raste të përmbytjeve, zjarreve katastrofike, pandemive dhe sulmeve ushtarake. Por kjo video nuk është pritur mirë, Selim. Pak njerëzit kanë thënë që ka shkaktuar shumë stres dhe ankth fakti që tashmë Bashkimi Evropian dhe specifikisht Komisionerja për menaxhimin e krizave u duhet që të shpjegojë atyre se si të përgatiten në rast se ngecin në një vend. Është një lëvizje e cila vjen në kohën e riarmatosjes masive të Europës, e cila ka deklaruar se tashmë që nuk ka më garancitë e mbrojtjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe duhet që të jetë përgatitur për gjithçka. Në fakt nuk është një lëvizje pamund që po bëhet aktualisht nga Bashkimi Evropian, i cili ka dhënë instruksionet e para se si mund të mbjetoni për 72 orë, duke parë tensionet gjeopolitike gjithnjë në rritje dhe duke parë në fakt
administrata e Donald Trump fatkeqësisht nuk po sjell një pushim në luftën mes Ukrainës dhe Rusisë dhe inteligjenca perëndimore ka treguar prej kohësh se Vladimir Putin ndoshta sulmon të ardhmen që të sulmojë edhe Moldavin apo vende të tjera dhe nuk përjashtohet asnjë sulm ndaj Polonisë pasi ishte vetë sekretari i NATO-s Mark Rutte i cili deklaroi një ditë më parë se Putin do duhet t'i bëjë mirë llogarit nëse kërkon që të kryhet me një vend të NATO-s. E teksa flasim fakt për një armatim të Europës, do duhet që të shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila është e armatuar dhe zëvendës presidenti J.D. Vance i cili është dhe i zemëruar ndaj Europës, tregon se është edhe i fortë me një karrierë në ushtrinë amerikane. J.D. Vance ka dhuruar spektakël në bazën ushtarake Quantino, të cilën e vizitoi përgjatë ditës së kaluar, kur u pa teksa shtrihej në tokë për gjuajtur me pushk sniper dhe duke përdorur gjithashtu edhe howitzer, topat e rëndësishëm ushtarak në gjuajtjen që ai kreu. Kanë qenë këto pamje të cilat u xhiruan nga agjencitë amerikane ndërkombëtare, të cilat u bën virale në rrjetet sociale, është konsideruar edhe si një mesazh i qartë për Groenlandën, në fakt, një mënyrë e nënkuptuar e J.D. Vance, i cili pritet të bashkohet bashkëshortit të saj në vizitën që do të mbahet pikërisht ditën e premte në Groenland nga zyrtarët amerikanë, ndërkohë që presidenti amerikan vetëm një ditë më parë deklaroi se ai nuk tërhiqet nga degradat e bëra prej tij, se nuk do të heqë dorë nga marrja e Groenlandës kushdoqoftë mënyrat. Sot, këtë 27 mars, supozohet që J.D. Vance dhe Usha Vance të zhvillojë vizitën e tyre zyrtare në ishullin e Groenlandës, ku nuk janë të mirë pritur. Fillimisht, Usha Vance, zonja e dytë amerikane, deklaroi se do të vizitonte Groenlandën për arsye personale, kulturore, turistike, le të quajmë atë, dhe ishte e ftuar në disa biznese turistike, të cilat pasi morën vesh se do të bashkohej dhe zëvendës presidenti J.D. Vance në këtë vizitë, zgjodhen në fakt që ti ndalonin takimin, pra ndalonin vizitën e tyre në këto biznese private turistike, të cilat merren me prodhimin e produkteve artizanale të Groenlandës, dhe t'i thonë që ju keni një agent të fshetë, ne nuk ju mirëpresim. Rikujtojmë në fakt që qasjet të ngjashme kishte edhe kryeministri i Groenlandës dhe kryeministja daneze, të cilët thanë në fakt se është një presion i panevojshëm i shtuar ndaj vendit tonë dhe është një tregim muskujsh edhe vizita e J.D. Vance dhe Usha Vance. Mirë. Flasim fakt për Republikan, e do flasim për Marjorie Taylor Greene, e cila është një politikane amerikane ekstremit të djathtë që njihet në fakt për shfaqjet e saj mjaft sensacionale dhe shokuese. Teksa po zhvillonte edhe një konferencë për shtyp, le të quajmë atë, ajo ju drejtua një gazetareje britanike me tone të ashpra. Gazetaria britanike e pyeti: mund të reapësh një deklarat pikërisht për sa i përket edhe situatës emigrantëve dhe dëbimeve masive? Marjorie Taylor Greene bezdisët nga pyetja e saj dhe i thot: ti nuk je as amerikane, nuk mund të t'jap një vlerësim apo një opinion pyetjeve të tua e të huaja, të lutem ktheu në vendin tënd, në Britani, në Mbretërinë e Bashkuar, edhe vijo raportimet aty, sepse neve nuk na intereson se çfarë raporton ti, dhe i drejtohet përpasi gazetari amerikan dhe i thot po, duhet dëgjoj pyetjen e gazetarit amerikan, sepse ai duhet jetë i shqetësuar për çështjet e brendshme amerikane. Gazetari amerikan fillimisht del në mbrojtje të kolegës së tij britanike, duke shkaktuar në fakt edhe këtë video të bërë virale në rrjetet sociale. Por do doja të shtoja se Marjorie Taylor Greene, një mbështetëse e presidentit Donald Trump, një republikane flakt, por edhe gjithashtu mbështetëse e ekstremit të djathtë, është partnere e një gazetari amerikan, Brian Glenn, i cili ishte reporteri që në zyrën ovale pyeti dhe le të themi qortoi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky se pse nuk ishte veshur një kostum zyrtar, por ishte veshur me rroba sportive. Rikujtojmë takimin shumë të rëndësishëm që bëri dhe kthesën shumë të madhe në politikat e jashtme dhe marrëdhëniet dhe vendosjen e tonit të bisedave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës në zyrën ovale. Do të ndalemi tani në një informacion të minutës së fundit. 5 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë një sulmi me thik në qendër të Amsterdamit, sipas deklaratës së bërë zyrtarisht nga policia. Ato kanë deklaruar se një i dyshuar është arrestuar dhe deklaruan gjithashtu se motivi i sulmit mbetet i paqartë. Personat e plagosur janë dërguar në qendrat shëndetësore aty pranë. Sulmi me thik raportohet të ketë ndodhur pak përpara orës 15:30 me kohën lokale, sipas asaj që raportojnë mediat. Pikërisht në Holandë raportohet se të paktën 14 makina policie dhe një oficer me motorciklet shkuan në vendngjarje brenda 15 minutave pas raportimit për ngjarjen e rëndë. Motivet mbeten ende të paqarta, janë 5 persona cilët kanë mbetur të plagosur në Amsterdam.
Dhe me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të faqes 4 për ditën e sotme. Ne ju rikujtojmë se për të më të fundit mund të informoheni duke klikuar në Koreali në abcnews.al për të më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe gjithashtu të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Por, mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do t'jeni me kolegen Habi Hoxha në Balkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.